është mësuar nga një dokument, s'kemi këtu sinkronë, nuk kemi nga një dokument i rrjedhur në media, se SPAK ka përgjuar antarin e gjykatës kushtetuese, Genti Ibrahimi, për shkak se dyshohet që një palë e interesuar mund të ndërhynte për çështjen e Plumb Gjokës. Lala, më korrigjo nëse unë kam bëj gabim në këtë rast, ç'është kjo ngjarje? Tani Plumb Gjoka është investitor strategjik, biznesmen shumë i njohur, i arrestuar në kuadër të operacionit Metamorfoza bashkë me disa grupe tjera kriminale. Po flasë për Plumbin që është në Burg, thua di. Po, për atë që është në Burg. Po. Me status investitor strategjik që do të investonte rreth 150 milion euro në një nga resortet në zonën e Velipojës. Nga zbërthimi i aplikacionit koduar SkyCC, Plumb Gjoka, sipas prokurorisë posaçme, deri në komunikime me pjesëtarët e grupit kriminal Bajri, konkretisht me Behar Bajrin ose Brajovic dhe disa persona të tjerë, dhe rezulton zyrtarisht në momentin që ne flasim, i akuzuar për vrasje, grup të strukturuar kriminal dhe akuzat tjera. Dhe po gjykohet për këto vepra penale. Plumb Gjoka, përmes avokatëve të tij, u drejtua të gjitha shkallëve të gjyqësorit, duke kërkuar që shpalleshin si të papërdorshme. Po ndiqim një sinkronin nga dokumenti i SPAK-ut dhe pastaj ti vijon. Okej. Sinkronin të lutem. Gjatë kësaj periudhe, në pritje të vendimit të arsyetuar të gjykatës kushtetuese, ka informacione dhe ekzistojnë të dhëna se nga persona të interesuar për të favorizuar shtetasin Plumb Gjoka, por edhe personat të tjerë që kanë interesat të ngjashme, po kryejnë veprime për të ndikuar të antar të caktuar të gjykatës kushtetuese për t'i favorizuar ata në mënyrën e arsyetimit të vendimit gjyqësor të mësipërm. Sipas informacioneve, edhe pse gjykata kushtetuese ka vendosur rrëzimin e kërkesës, palët e interesuara po kërkojnë që të ndikojnë tek gjyqtar të caktuar për të bërë të mundur arsyetimin e vendimit në formën më të favorshme për kërkuesin Plumb Gjoka, me qëllim për të kushtëzuar apo relativizuar përdorimin e provave nga SkyCC në procesin gjyqësor. Lala, ndoshta duhet të kisha futur pak më vonë ty të kisha lejuar më shumë, sepse kjo është përgjigje SPAK-ut. Jo, kjo është pasojë. Atëherë, gjykata kushtetuese mori në shqyrtim një kërkesë të Plumb Gjokës, që brenda kërkesës së madhe kishte 3 kërkesa, 3 nën kërkesa. E para ishte shfuqizimi masës së sigurisë arrest në Burg, e dyta kishte të bënte me shfuqizimin e një dispozite që e lejon SPAK-u sipas ndryshimeve të reformës për të përgjuar gjyqtarët, përfshirë dhe antarët e gjykatës kushtetuese. Dhe kërkesa e tretë më e rëndësishme ishte shfuqizimi ose shpallja si të pavlefshme ose të papërdorshme të përgjimeve të SkyCC-s. Pra këto ishin 3 kërkesa që bëri Plumb Gjoka. Pas një kohë shumë të gjatë që e mbajti këtë çështje në varësi të grafiku që kishte gjykata kushtetuese, në datën 30 dhjetor 2024, mori vendimin dhe gjykata kushtetuese nxori një njoftim të shkurtër dhe tha, pasi është shqyrtuar kërkesa e shtetasit Plumb Gjoka, që ka vënë në lëvizje gjykatën, e ka rrëzuar tërësisht të kërkesë. Dhe në pamje të parë, të gjithë ne, përfshirë dhe mua besoj dhe gjithë media, e interpretoj sikur gjykata kushtetuese kishte shpallur të pavlefshme, pra kërkesën e Plumb Gjokës, por kishte legjitimuar përgjimet e SkyCC-s, nëse më dëgjoni ylli. Çfarë ndodhi? Sipas ligjit, gjykata kushtetuese ka 30 ditë afat për të zbardhur vendimin. Nëse kalon afati 30 ditor, konsiderohet në paligjshmëri. Në rastin konkret, gjykata kushtetuese, edhe pse e kishte marrë vendimin, nuk po e zbarte për brenda afatit 30 ditor. Dhe çfarë ndodhi? SPAK-u thot që në tejkalim të afatit ka grumbulluar sipas prokurorisë posaçme dyshime të arsyeshme dhe të dhëna, të cilat flasin për tentativa të personave të lidhur me Plumb Gjokën dhe persona të tjerë të interesuar që janë goditur përmes SkyCC-s, që të ndërhyhet pranë gjykatës kushtetuese me qëllim që të bëhet interpretimi i vendimit, sepse interpretimi i vendimit të gjykatës kushtetuese është shumë i rëndësishëm, është shumë orientues për gjykatat më të ulta, dhe normalisht ky vendim në një farë mënyre t'i bëj vulnerabël ose të prekshme përgjimet e SkyCC-s. Ky është arsyetimi që përdor prokurori posaçëm Klodian Brau, i cili ka autorizuar vëzhgimin e antarit të gjykatës kushtetuese, zotit Genti Ibrahimi, nga data 10 shkurt deri në datën 25 shkurt, pra për një afat 15 ditor. Dhe gjatë kësaj kohe, zoti Ibrahimi është vëzhguar në distancë nga forcat e posaçme operacionale dhe agjentët e BKH-s në të gjitha takimet që ka kryer me antarë të tjerë të gjykatës kushtetuese,
me personat të cilët dyshohet që mund t'jenë të lidhur apo persona që kanë interesa të drejtë për drejta dhe me personat të cilët dyshohen se kanë lidhje me investitorin strategjik Pëllumb Gjoka. Tani unë dua të kthehem vetëm në një moment. Po të lexosh me kujdes vendimin e gjykatës kushtetuese, unë para 3 javësh kam bërë një lajm në News 24 dhe aty kam kuptuar që në fakt gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim, por brenda atij vendimi nuk ka vendim. Gjykata kushtetuese nuk është shprehur për ligjshmërinë apo përdorshmërinë apo papërdorshmërinë e përgjimeve të SKAECC-s, por thënë me fjalë të thjeshta është pikërisht kjo. Ka dalë për konkluzionin që masa e sigurisë arrest në burg ndaj Pëllumb Gjokës është vendosur mbi bazën e disa dyshimeve të arsyeshme dhe e ka konsideruar të ligjshme, por sa i përket përgjimeve të SKAECC-s e ka orientuar kërkuesin, pra në rasti konkret investitorin strategjik aktualisht i pandehur, që ta bëj kërkesën për papërdorshmërinë ose pavlefshmërinë e përgjimeve të SKAECC-s në shkallën e parë. Tani, nëse këto janë kërkesat që ka kërkuar Pëllumb Gjoka, që t'i jepet ky arsyetim, me qëllim që të filloj betejën në shkallën e parë, pra në gjykatën e posaçme, këtë duhet ta sqaroj spak. Ka patur një diskutim shumë të madh dhe shumë të fortë sa i përket mënyrës se si ka vepruar SPAK-u. Sa i përket anës procedurale, SPAK është brenda të gjithë kornizave ligjore. Pra ka vepruar brenda kodit procedurës penale për përgjimin dhe vëzhgimin, sepse sot SPAK e ka në kompetencë që të përgjoj antarin e gjykatës kushtetuese. Në do mendimin tim personal. Pa urdhër prokurorit. Ka urdhër prokurorit, dhe nuk ka vendim gjykate, dhe nuk ka nevojë për vendim gjykate. Nuk ka nevojë për... Ja vetëm ta mbaroj këtë fjalin. Penale, në 222, pika 8, thot, nuk merret autorizimi gjykatësit në rastet e parashikuara nga neni 221, paragrafi 2. Veprimi autorizohet nga prokurori dhe paragrafi 2 thot, regjistrimi fshet fotografik, filmik me video i personave në vende publike dhe përdorimi pajisjeve gjurmëse dhe vendotjes lejohet vetëm kur procedohet për vepra të kryera me dashje për cilat parashikohet dënimi me burg jo më pak se maksimumi 3 vjet. Dhe prokurori tek shkresa që ka dhënë autorizimin për përgjim, bëhet fjalë vetëm për filmim ambiental dhe përgjim ambiental, jo për përgjim telefon. Edhe njëherë me Lalën pastaj Agroni dhe Bushati. Lala, pse nuk zbardhet çfarë vendimi mori gjykata për çështjen e Pëllumb Gjokës dhe pse nuk zbardhet? Është zbardhur pra vendimi. Çfarë thua? Është zbardhur vendimi, ndaj unë pas sqarova. Zbardhur në datën 12 shkurt kurse prokurori e ka marrë vendim autorizimin në shkurt. Atëherë çfarë ka ndodhur Ylli? Që ta kuptosh se është shumë teknike por shumë e rëndësishme. Vendimi i gjykatës kushtetuese në mënyrën se si arsyetohet orienton të gjithë gjyqtarët e shkallëve më të ulta. Pra në një farë mënyre është një lloj ligji në vetvete që gjyqtarët e shkallëve më të ulta e referon dhe po vendosin gjykata kushtetuese. Në një farë mënyrë është precedent. Çfarë ka thënë gjykata kushtetuese? Nuk i ka legjitimuar përgjimet e SKAECC-s. Gjykata kushtetuese e ka orientuar Pëllumb Gjokën dhe çdo subjekt të interesuar që të shkojë dhe ta bëjë. Gjykata kushtetuese ka qenë me Pëllumb Gjokën. Gjykata kushtetuese ka qenë asmish as peshk. Që populli për ta kuptuar 8-0 në lidhje me çfarë Bushat? Në lidhje me çfarë? Për të shpjeguar atë që po nuk është ashtu. Vendimi i gjykatës nuk është ashtu. Kur të flasun nuk Zoti Rakipi, a mund ta lexoj pak? Atëherë jemi konfuz në këtë pikë. Jo, nuk është konfuz. Vendimi është nuk ka fare histori konfuzi këtu. Konfuzit e faktet. Këtu është Imagjino të opinionet, ne jemi të faktet. Nëse janë prova që mund të administrohen nga gjykata. Zoti Rakipi, gjykata kushtetuese, një sekond, gjykata kushtetuese thot në pikën 96 të vendimit të arsyetuar. Pa paregjykuar pafajësinë e kërkuesit për kryerjen e veprave penale dhe vijon deri në fund të pafajësisë apo fajësinë e tij, thotë që vlerëson të theksoj se në gjykimin në themel, në të cilin merren dhe formsohen provat, kërkuesi, në rastin konkret Pëllumb Gjoka, ka mundësinë dhe të drejtën që të kundërshtojë në drejtim të ligjshmërisë ose përdorshmërisë së tyre, edhe komunikimet e kryera në aplikacionin SKAECC, të marra përmes letërporosisë nga autoritetet franceze, si dhe në këndvështrim të mënyrës dhe formës së marrjes së tyre. Ashtu edhe pajtueshmërinë e tyre në parashtrimet e dispozitave të kodit procedurës penale, referuar si aspekte që kanë të bëjnë me përgjimin masiv, apo të padrejtuar, do thot në drejtim të një individi caktuar, ashtu edhe të lidhjes së kërkuesit
pra në rastin konkret të Pëllum Gjokës, me abonentin e kodit PIN, Pra një përpjekje... sepse pretendon që Pëllum Gjoka thotë nuk kam patur SKECC, pra nuk kam patur aplikacion. SPAK-u thotë që ne kemi identifikuar në 1, 2, 3, 4 rethana. Pra, SPAK vërtet nuk ka një emër konkret, por për shembull në rastin e fundit të Sarandës, oficeri policisë i dërgonte njërit nga kriminalët kontratën që kishte nënshkruar për blerjen e makinës së bashkëshortes, çka e provonte automatikisht që ishte i njëjti oficer. Tani të lutem nëse më lejon dhe 2 fjali. Është bërë një debat shumë i madh në lidhje me këtë që SPAK po vepron në palishmëri e tjera me radhë. SPAK po vepron konform të gjitha procedurave ligjore, kodit procedurës penale e tjera me radhë. Në 2016, se këtu për mua, unë jam kundër një prokurorie shumë të fuqishme që mund të përgjoj personalisht, që mund të përgjoj dhe antar gjykatës kushtetuese. Ky debat, dhe në atë kohë kur unë ngrit nga një grup gazetarësh askush nuk e përkrahu, ky debat u bë në 2016 në gjykatën kushtetuese ku shkoi ligji për vettingun dhe 2 gjyqtarë në atë kohë, zoti Besnik Ymera e Vegani Vizdari, kanë dalë kundër për disa aspekte të ligjit vettingut. Dhe që të dy janë jashtë sistemit, por kjo çështje, pra, ideja është që përpara se të fillojnë dhe të thonë se SPAK-u po vepron në mënyrë të palishme tjerë me radhë, duhet të dinë shumë mirë ligjvëndësit që ja kanë lejuar me ligj. Dhe në rastin konkret, ka një vepër penale. Dyshohet për veprën penale të korrupsionit pasiv të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Ama ajo çfarë nuk di të them është çfarë rezultati kanë dhënë këto përgjime.